Dashi. Sot, gjallëria juaj është e dukshme dhe do të ndjeni një nxitje për të shprehur idetë tuaja. Në marrëdhëniet personale mund të vijë një moment i vogël keqkuptimesh, por një bisedë e hapur do ta zgjidhë gjithçka. Lërini emocionet tuaja të rrjedhin, duke krijuar hapësirë për ndjenja të reja. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe përpiquni të mos nxitoni në vendime. Një mundësi për të riorganizuar financat tuaja po afron dhe është koha e duhur për të bërë ndryshime të vogla, por efektive. Zemra juaj ndjen nevojën për pak pushim, dëgjoni atë thirrje. Shijoni çdo moment të vogël qetësie, pasi do të ndiheni të rigjeneruar. Besoni në intuitën tuaj dhe ndiqni drejtimin që ajo ju tregon. Demi. Sot dita fillon me energji pozitive që përhapet si fllak pranveror. Në marrëdhënie është koha ideale për të ndarë mendimet dhe ndjenjat më të thella. Komunikimi i hapur do të forcojë lidhjet emocionale dhe do t'ju sjellë më afër njëri tjetrit. Në punë, një mundësi e re mund t'ju trokas në derë, ndaj mbani sytë hapur dhe mos hezitoni të kapni çdo shans që ju vjen. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Shëndeti juaj shpirtëror sot kërkon pak vëmendje. Meditoni ose bëni një shëtitje në natyrë për t'u rilidhur me veten. Bëjini vetes një premtim për të lënë pas çdo ngarkesë të panevojshme. Zbuloni qetësinë brenda jush dhe lejoni që ajo të udhëheqë hapat tuaj. Binjakët. Dita e sotme ofron një mundësi të artë për të forcuar marrëdhëniet personale. Është koha ideale për të folur me zemër dhe për të hapur ndaj personave të dashur. Në punë, është mirë të qëndrosh i përqendruar dhe të mos nxitohesh me vendimet. Një projekt i ri mund të kërkojë vëmendje të veçantë, ndaj mos nguro të kërkosh këshilla nga kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Ndoshta një udhëtim i shkurtër mund të të ndihmojë të rifitosh energjinë e humbur. Ndjenjat e tua sot do të jenë në harmoni me natyrën, duke të sjellë një qetësi të brendshme. Kujdesi për veten dhe reflektimi mbi ëndrat e tua do të sjellë frymëzim të ri. Daforia. Sot zemra po kërkon qetësi dhe ngrohtësi, ndërsa mendja po ndriçon rrugë të reja në horizon. Merr kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë freski dhe mirëkuptim. Në punë mund të përballesh me një sfidë, por intuita jote është miku më i mirë për të zgjidhur çdo enigmë. Nëse ndjen një ngërç financiar, mos u shqetëso, sepse zgjidhjet janë më afër se sa mendon. Dita ofron mundësi për të shijuar momentet e thjeshta, si një shëtitje në natyrë që qetëson shpirtin. Kujdesu për veten dhe lëre që drita e brendshme të udhëheqë çdo hap. Vlerëso çdo çast dhe mos harro se çdo sfidë është një mundësi për të shkëlqyer. Luani. Dita nis me energji të reja që frymojnë optimizëm në zemrën tënde. Ndiq intuitën tënde kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës dhe mos ki frikë të shprehësh ndjenjat. Në punë, fokusohu në plane hafatgjata dhe mos u shpërqendro nga detajet e vogla. Një bashkëpunim i ri mund të jetë më i frytshëm nga sa parashikoje më parë. Financat duken më të qëndrueshme, por mbaj parasysh shpenzimet e panevojshme. Vetëm mjaftueshmëria është çelësi për të pasur sukses. Kujdesu për veten dhe gjeni kohë për të qetësuar mendjen. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë për të pastruar mendimet. Mos harro se ngrohtësia jote ka fuqinë për të ndryshuar ditën e dikujt tjetër. Përqafoni atë që ju sjell gëzim. Byrgjëresha. Dita nis me një energji të butë që frymëzon reflektim të thellë mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të jetë kyçi për të zgjidhur çdo keqkuptim të vogël. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt të ri. Në punë, intuita juaj e mbredh do të ndihmojë në zgjidhjen e një problemi kompleks. Mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga kolegët, sepse bashkëpunimi do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat janë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e vogla që mund të shtohen. Meditimi ose një shëtitje mes natyrës do të ndihmojë në qartësimin e mendjes dhe rigjetjen e harmonisë së brendshme. Kujdesuni për shëndetin emocional duke u përqendruar në momentet e vogla të lumturisë. Peshorja. Në këtë ditë të shkurtit, ndjenjat do të jenë në qendër të vëmendjes. Një komunikim i sinqert me partnerin do të sjellë harmoni dhe mirëkuptim. Mund të ndjeheni të inspiruar të filloni një projekt të ri në punë. Mos hezitoni të merrni iniciativën dhe të shprehni idetë tuaja të shkëlqyera. Financat janë të qëndrueshme, por një investim i vogël mund të sjellë përfitime të papritura në të ardhmen. Merrni kohë për të reflektuar mbi atë që vërtet ju bën të lumtur. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj mendor dhe fizik. Një ecje e shkurtër në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tuaj dhe do të sjellë paqe të brendshme. Lejojini energjisë pozitive të hyjë në jetën tuaj dhe të largojë çdo mendim të rënd. Akrepi. Për ty, dita fillon me një energji të qetë dhe harmonike.
Në dashuri, ambëlsia dhe komunikimi i hapur janë çelësi për të forcuar lidhjen me partnerin. Nëse je beqar, është momenti i përsosur për të eksploruar njohje të reja me zemër të hapur. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, do të zbulojnë mundësi të fshehura që mund të çojnë në sukses. Financat kërkojnë pak vëmendje të shtuar. Planifikoni me kujdes dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjesia e brendshme do të jetë e qetë, duke të dhënë një ndjenjë stabiliteti dhe sigurie. Merr kohë për të reflektuar mbi arritjet e tua dhe për të përgatitur plane për të ardhmen. Besoj intuitës tënde, ajo do të të udhëheqë në rrugën e duhur. Shigjetari. Ditën e sotme, energjia kozmike fton zemrën tënde të hapet ndaj mundësive të reja në dashuri. Një takim i papritur mund të ndezë xixat e romantikës, prandaj mos hezito të ndjekësh intuicionin. Në aspektin profesional, është momenti ideal për të fokusuar në projektet që ke lënë pas dore. Guximi natyror mund të të çojë drejt suksesit të prekshëm. Financat kërkojnë një vëmendje të vogël, një planifikim i kujdesshëm do të ndihmojë në stabilizimin e gjendjes. Energjia e ditës ndikon pozitivisht tek ndjenjat, duke të dhënë një ndjesi të thellë qetësie dhe harmonizimi. Shfrytëzo momentet e qeta për të reflektuar dhe për të ndërtuar një lidhje më të fortë me vetveten dhe ata që do mos haro. Çdo sfidë është një mundësi për të mësuar. Britsjapi. Në këtë ditë të bukur shkurti, do të ndjeni të përqendruar dhe të vendosur, duke synuar të arrini objektiva të rëndësishëm. Koha është e favorshme për të bërë plane afatgjata në punë, mos nguroni të shprehni idetë tuaja inovative. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e hapur mund të thellojë lidhjen tuaj me partnerin. Nëse jeni beqar, ndonjë ndjenjë e papritur mund të shkëlqejë si një yll i ndritshëm. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një ndjenjë e qetë do t'ju përshkojë, duke ju bërë të ndjeni të harmonizuar me veten dhe mjedisin tuaj. Merrni kohë për reflektim, ndoshta duke shijuar një shëtitje në natyrë për të rigjeneruar energjinë tuaj të brendshme. Ujori. Sot, energjia e re që po shfaqet në horizont të frymëzon të kërkosh horizonte të reja në jetën personale. Në dashuri, është koha për të dëgjuar me kujdes dhe për të gjetur një mënyrë të re për të shprehur ndjenjat. Nëse një projekt në punë ka qenë në pritje, sot është dita ideale për të bërë hapa të vegjël, por domethënës përpara. Shumë mundësi financiare mund të shfaqen, por bëhu i kujdesshëm dhe mos merr vendime impulsive. Ndjesia e qetësisë të përshkon, ndërsa universi të fton të reflektohesh mbi vlerat e tua. Kërko momente për të çlodhur dhe për të lidhur me natyrën. Kujdesi për të tjerët do të sjellë gëzim të paçmuar. E ardhmja është e ndritur. Peshqit. Sot, një ndjenjë paqeje do të mbush zemrën tënde, duke të frymëzuar për të krijuar harmoni me të dashuritë e tu. Përvoja e një momenti të thjeshtë mund të sjellë kënaqësi të madhe, ndaj përpiqu të shijosh çdo çast. Në punë, mundësitë e reja mund të dalin në dritë, mbas syt hapur dhe mos i neglizho sinjalet që tregojnë rrugën drejt suksesit. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmang shpenzimet e tepërta dhe përqendrohu në kursimet e rëndësishme. Reflektimi mbi emocionet do të ndihmojë të kuptosh më mirë ndjenjat e tua dhe të marrësh vendime me mençuri. Shpeshherë, balanca e brendshme vjen nga pranimi dhe mirëkuptimi i asaj që është përpara. Jepi vetes hapësirë për t'u rigjallëruar.